Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju e dini, duhet të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do ta nis live-in me një audio mesazh që më ka mbritur në celularin tim një zonjë, një nën, e cila kërkon ndihmë. E dëgjojmë. Kam nevojë shumë për ndihmën tënde si gazetare që je. Jeta ime fillon shumë e modër. Në moshën 15 vjeçe jeta një person dhe u rregullova në jetë dhe krijova jetën, linda një fëmijë. Nana më ka shkatruar jetën nga mosha 15 deri. Akuzon nënën, pra audioja shumë e gjatë në fakt, por që një vajzë që ka ikur në moshën 15 vjeçare është martuar dhe akuzon nënën dhe më ka nisur shumë audio. Ndihmo, të lutem. Nuk e di që po bëhet, nuk e di ku jam, dridhe me tëra, familja më ruan. Më rref, vjen këtu në lushnjë dhe më ofendon. Më kap prej floku, pilesh koke. Por çfarë ka ndodhur dhe çfarë është kjo histori e kësaj nënes, është nën, ndërkohë për që dhunohet dhe është dëbuar dhe rrihet nga prindit e saj, do të jetë pikërisht kjo zonjë që do jetë me mua këtu në live me Odetën. Ajo është duke më pritur se i thash do të marr dhe hap dritaren dhe e ftoi. Nuk e di si mund të përshkruaj një dhimbje që nuk është për ta thënë. Vetëm kur shikoj çupun mund të shtrirë krivat, kështu tha. Burri ishte sikur po lajsh, në bajnë. Shqyende domethënë në rrobat e kapte poshtë në basjet. Përshëndetje. Tani, përshëndetje. E dashur. Si jenë? Mirë, unë dëgjova një audio që ti më dërgove që qaje. Ç'a ka ndodhur? Në moshën 15 vjeçe unë gjeta një person dhe lidha jetën. Edhe solla në jetë një vajzë. Aty mori pjesë nëna ime, më ndau nga ky. Në ende një farë kohë te babi rreth 9-10 vjet. Por pse të ndau nëna nga burri? Sepse ishte pak fukara ai dhe nuk donte që t'i jepte vazhdimisht ushqime gjëra kështu, bibilina për foshnjën, rroba për mua, rrobe për tim shoq. Por ndalemi pak, më lejo dhe të pyes e dashur. Në moshën 15 vjeçare më the u dashurova dhe ika me një person pa lejen e prindërve. Me lejen e prindërve, ishin ndjeni ata për mua, domethënë. Pavarësisht babi nuk donte, me dy mendje e kishte. Po pra, se ke qenë e vogël në moshë, ke qenë vetëm 15 vjeç. Dhe në çfarë vendi jeton? Unë jetoj këtu në Lushnjë tani për moment. Por djalin që dashurove, babain e fëmijës tënd, ai ku jetonte? Ai jetonte në Berat, në qytetin e Beratit. Dhe sa qëndruat bashk? Një vit e gjysmë. Dhe më tregove që nëna të ndau. Po, nënda 9 vjet domethënë te babi. Po. Dhe atje më keq trajtonte mami shumë, më rrifte, më torturonte. Më 2-3 vjet domethënë kam jetuar me vajzën, si mund ta them, tek një boks zerrash. Edhe gradualisht duke ikur vitet domethënë, duke u ndryshuar vitet, u martova me një tjetër. Po të lutem tani, e dashur, sepse po akuzon nënën tënde, po nëna pse të ka dhunuar? Ku di u më motër, nuk e di ç'a them. Nuk e di si mund ta përshkruaj një dhimbje që nuk është për ta thënë. Nënia ime nuk më ka dashur. Hajde u martova me këtë që kam, domethënë, sholla një 3 fëmijë. Rebeken e kisha nga burri parë. Dhe ky tentonte për ta përdhënuar Rebeken. I shqyente domethënë në rrobat e kapte poshtë në basjet. Kush? E torturonte. Burri jot i dytë ka tentuar të përdhënoj vajzën tënde nga martesa e parë? Po.
Në 2019 pasaj e futi familje vetë në burg. Më ndanë, do me thënë, njerëzit e burrit më ndanë. Veç. Me një shtëpi, po në katë dytë jetoja unë, në katë parë jetonin ata. Por tani të lutem se më shokove, këtë burrin e dytë kush ta bëri ty? Babi, ma bëri babi edhe më thoshte, i ka tje ku të them unë për ndryshe më tregonin dhe një revolver. Më bëni presion. Atje do marrash atë që dua unë. Ai vuan edhe ishte Mehmet, ishte Qorr. Ato dy lekë që do me thënë kam kaluar 10 vjet në mjerim. I kam rritur ato vajza në mëshirë të fatit. I kam bërë me operacion dhe më të boj, do me thënë, familja nga shtëpia, do me thënë, vjerti dhe vjertë në të boj. Ikë më tha mua, si e për djalin tim, ti e shkalluar, ti e sëmur, e shumë llafre. Dhe ti u bëri nëna e 4 vajzave. Po. Ndalim tek vajza nga martesa e parë. Vajza nga martesa e parë sa vjeç është? Tani është 11 vjeçe. 11 vjeç. Ka 13 korrik të 2013-s. Por ti e ke parë me sytë e tu që burri jot i dytë ka tentuar të abuzoj me vajzën? Tjetër, unë isha biles isha në dyqan, sonisa me të shkruajtur sepse nuk ishim shumë dobët nga ekonomia dhe vajta tek një dyqan atje, më njifte e zonja dyqanit, po? Edhe më jepte, sa herë. Me të shkruajtur po më jepte, nuk na linte që të vuanin për ushqim. Dhe çfarë ndodhi? Edhe pasaj i la shtëpi me njerkun, dhe nuk më merrte mendja që im shoq të tentonte tek Rebeka, te vajza. Vetëm kur shikoj çupun mund të shtrirë krivat, i thosha me Beka, qa keme mami? Kështu tha. Edhe burri që pata unë ishte sikur po lahesh, në banjë. Në polici nuk e denoncove? E lash gradualisht të vetë, sepse të kisha dhe frikën e familjes. Ti e kështu, ti e kështu, do ndjesha e bullizuar nga familja. Kjo nuk është normale, të shikosh vajzën, që partneri tenton të abuzoj me vajzën e vogël, dhe ti të thuash që po unë kisha frikë. Nga ty pasaj ka marrë këtu në lushnje. Dhe çfarë ndodhi më pas? U kanë këtë vete, janë në rrugës. Shkonim njëm dyna për dyrët e policive këtu në lushnje, në çonte vjerra dhe vjerri. Dojgjo një farka sole atje, gjoja kisha djegur unë. I kam marrë përsi për të gjitha debatet e atyre, si që i kam marrë unë përsi për gabimet, gjoja kam djegur unë ka solen, vetëm si që burri mos në di i shkeq. Po mirë, je mirë nga mend e kokës? Ke bërë gjithë të gjëra për burrin, kur ai burr ka tentuar të abuzoj me vajzën tënde? Si e ke mbrojtur atë burti? 4 mi ka marrë dhe mi ka çorë në shtet, o deta, jam vetëm. Kush ti mori fëmijët? Mamaja ime, nga ajo që nuk donte që të jetoja këtu në lushnje. Dhe fëmijët i ka marrë shteti? Po pra. Por ti kishe mundësi për t'i rritur fëmijët? Po kisha shtëpinë time, punoja, ndihmë ekonomike kisha, ndihmë çik nga urdhri mbrojtje se tani Altini është në burg. Pse ka rënë? Për dhunë familje dhe gathim seksual një të mitur. Pra, i ka pranuar vetë personi këto fakte që i ka bërë. E dashur, kush e denoncoi në polici? Ju e keni denoncuar apo nëna juaj? Jo, e denoncoi Rebeka, çupa ime. Se dhe këtu se me ata erdha me burrin këtu dhe këtu i rrifte fëmijët. Plus Amelien që kam 3 vjeçe, kështu 5 vjeçe, i theu dorën komplet. I ra dora merte. Kush ja theu dorën vajzës? Burri vetë më them, burri që kisha unë. Dhe ti nuk e denoncove? Ti nuk e denoncove në polici?
Po nuk e denoncova më Odeta, se kisha dhe hallin e familjes, plus dhe më vjen familja, më rreth këtu në Lushnjë. Jo, por shteti ka bërë mirë që ti ka marrë fëmijët. Se ti fëmijët po i mbaje me një baba dhunues dhe abuzues. Dhe ti nuk denoncoje në polici. Dhe shteti ka bërë gjën e duhur që i ka marrë ata fëmijë, se ata fëmijë kanë qenë në rrezik. Me një baba të tillë dhe me një nën që nuk denoncon. Po jo më zemra se nuk është ashtu. Ky problem ishte deri në fshat. Dhe unë e kurova që unë e vizitova. Kur erdhem këtu, mami im i mori fëmijët. Nga e që nuk donte se më kanë majtur tërkohën mbyllur. Doja të dilja me i shoqe nuk më lini. I kam kërkuar lek, 100.000 lek, i thosha por i qeran, më vinin dhe më rrifnin. Kurse ky nga Altini e hapa unë problem atë divorcin. Doja unë që të ndajsha. Por çfarë ndodhi, se e dashur përpos gjithçkaje dhe kuptoj edhe ngarkesën tënde të madhe psikologjike, ke shumë faje, ke shumë gabime. Që nuk e ke denoncuar atë burr që ka bërë dhunë dhe ka tentuar të abuzoj me vajzën tënde nga martesa e parë dhe kjo është e pafalshme dhe ai person duhet jetë në burg dhe ai është në burg. Është dënuar me sa vite burg? Po ben 3 vjet që është brenda. 3 vite. Në momentin që ai ra në burg, fëmijët i mori shteti, po me ty çfarë ndodhi? I çova, i regjistrova në shkollë, i vija, kur shkoja në punë, vija i gatuaja komplet, jeta ishte vaj për mua dhe për vajzat. Mami tani, nënja ime ka marrë pjesë. Po? Tani qa bende kjo, ka shkon dhe vazhdimisht aty në komisariatin e Lushnjës dhe i merte. Dënancon dhe mua dhe më them, bende jo këshu se është afti, është ndesh këtej, vinde dhe më rrifte në shtëpi. Shpi këtu ku janë tani. Kur ti kanë marrë fëmijët? Sa po bën që ti kanë marrë fëmijët? Po bëjnë 6 muaj. 6 muaj që ti morën fëmijët dhe të denoncoj nëna dhe kërkoj nëna jote që shteti ti merrte fëmijët se ti nuk ishe afti i rrisje. Jo se si isha aftun, për beri vetëm si që unë mos të jetoja këtu Lushnjë. Por çfarë ndodhi më pas? Ty ti morën fëmijët? Unë erdhe nga puna, ishem në punë. Punoja të këto pikat e grumbullimit, domate, kastravesa, gjëra kështu. Po, e qartë. Dhe sa mbrita në shtëpi me fugonin me punë, sa mbrita në shtëpi më mori babajnë telefon, sa më e shkalluara, sa ku i ke fëmija ti, tha, do të fusi me një krask neve ty, tha, që ti mos dish nga të marrë. Dhe unë si besova, babit. Ka se prindër plak, më të thoj një fjalë. Nuk i dha shumë detaje këti lloj muhabeti. Dhe kur erdha në shtëpi pasaj, sa mbrita në shtëpi, shiko shtëpinë hapur, dire male. Më mori policia në telefon. Po. Tu më tha kështu muhabeti, tha. Dhe tani po bretë me thënë, edhe për divorcin, edhe për fëmijët, po bëj 6 muaj që nuk i kam parë me sy. Por fëmijët... Nuk i kam gjurë serin. Ti nuk e as informacion se ku ndodhen fëmijët? Jo, nuk më thot njëri gjë. Dhe këto 6... Të vetë edhe me polica, vetëm sa t'i shikoj pak. Por... Gjoja unë... Je interesuar të shërbimi social në bashkinë e qytetit të Lushnjës? Po pa tjetër vete sa herë nuk më lejon njëri. Për kundrazi më përzerin, më largojnë nga bashkia. Unë kam përshtypjen që të sheshur e drejta prindërore si nën. Ta kanë hequr këtë të drejtë dhe i ka kaluar institucionit. Dhe ndoshta ata fëmijë do ta kesh, jo është të vështirë, por shumë të vështirë për të rimarr dhe për të rikthyer pranë vetes, por ke nisur një betejë me drejtsinë, je në gjyq. Tani unë se nuk kam dhe lek shumë, jo lek shumë, po s'kam lek fare. Që punoj me copa, nuk më ecën për shkak të këtyre debateve, punë, halleve që kam. Nuk më ecën që të ri një kohë gjatë me një punë, për shembull. Dal tek një punë, futem me një punë dhe çat bëj.
Por këto, Nuk kam qatë vetë. këto 6 muaj ti je e vetme? Po, tek punë. Familja më kërcënon, më marrim pa numër në telefon. Se më duket Unë nuk ja. E dashur mam, Unë nuk e hap telefonin. Se e di që do më ofendoj, do vinë do më rafi si punë e plasmasit të rrugës. sepse më duket e habitshme që një baba dhe një nën ti bëjnë keq vajzës së tyre, më duket e habitshme. Prindrit gjithnjë janë në krah të fëmijëve, kurse ti po më tregon të kundërtën. Ja që familja ime nuk ka qenë kurrë në krah për mua. Ku jam ndarë unë që më ndau nëna nga burri parë, donte që të merrte vajzën, nënja ime, edhe donte t'ja jepte tjatit, burrit që pata unë, burrin e parë. Unë thash nuk e çoj fëmijën atje se me zi e kam bërë, i kam bërë dhe me thik. Fëmijët. Por babai i vajzës nga martesa e parë, e di që vajza ka përfunduar në jetimore? E di, nuk e di. Ai është kujdesur për të bijën e tij? Për vajzën e tij është kujdesur? Jo, absolutisht jo. Ai kur jemi ndarë ne ka thënë s'kam fëmijë, kam të vdekur. Se dhe ai kishte problemet e tia, do me thënë, ishte me 2 mendje të bënte kalamaj. Kishte një problem në trup që 50 me 50 ishte. Si 50 me 50, se kuptoj. Ishte njeri, kishte kështu zorra kauçuku në trup. Ka pasur probleme. Po pra, Ti je në Lushnjë, po prindit e tu ku jetojnë? Në Berat. Po ti nuk e marrë guximin të shkosh tek ata dhe të flasësh, sido që ti je vajza e tyre? Jo, nuk duhet vete atje. Nuk duhet sepse kam jetuar 9 vjet dhe më kanë keq trajtuar në mënyrë absurde. Por motra vëllezër, ke? Kam vetëm 2 vëllezër. Po me vëllezër. Edhe vëllezërit nuk më japi shumë detaje, do me thënë. I thoshte Rebekës shumë llafe të pista. E qartë, ti nuk e kontakte me asnjë nga familjarët, as me vëllezërit, as me prindrit. Po që desha, unë shkova në polici para 2-3 ditësh edhe më thanë që jo temi ka denatuar fëmijët, i ka çuar në jetimore. Ajo kishte thënë që unë nuk doja t'i çoja në jetimore, doja t'i mbaja vetë. Është drejt që t'i marrin gjyqja fëmijës? Mund t'i marrin, po kur unë kisha ndruar jetë. Po mirë, me që gjithë familja që nga kundër, e ke menduar që ndoshta dhe ti bën gabime dhe ata nuk janë dakord me gabimet e tua dhe të kanë vendosur një kufi? Po jo deta se unë isha te burri. Sepse ti po më tregon që ata nuk më duan, më dhunojnë, më kanë martuar me zor. Që janë këta prindër? Unë nuk besoj që ti kanë bërë të gjitha ata. Se ti ke qenë rritur, nëse ti nuk e ke dashur atë burr, nuk vije martoheshe. Po nuk isha ku të shkoja deta, ku të veja, babaj po më kërcënonte, më largonte nga shtëpia. Familje burrit nuk më donte. Ku mund të veja? Më thuaj ti mua se unë nuk di. Por kur ke qenë e vogël, e ke patur dashurinë dhe mbështetjen e prindërve? Jo. Fare. Por çfarë kujtime shketi? Kur isha vogël, sa kujtime kam unë fyt. Nëna më tremte, më torturonte, më linde sa zia krima në trup. Isha vetëm një gjyshe, ajo më mbështeste. Më jepte bukë. Më thoshte nënja ime që bëri kokë, më thoshte lera të vdesin atë aty, i thoshte vjerës vetë, gjyshes time. Gjyshe ime kishte 6 cupa dhe mua mbesën më thoshte kam cupën e 7. Mi jepte shampo. Po mirë. Si lashti më thoshte mua nëna. Musulaj. Rira kërë më thoshte. Po babaj më rrifte.
Këtë që unë po më shokon me gjitho që po dëgjoj. Por teze, dajlar, xhaxhallar, halla, keti? Ke kërkuar ndonjëherë ndihmë tek ta? Tezet kam, mashallah, kam 6 halla dhe 5 teze. Tezet më thonë mos e dëgjo ponin, se poni është ka dalë nga rruga e Zotit. Nuk di, aq di. Keqen tezi jam kanë thënë, mbaje veten, gjej punë, puno, duaj veten tënde, dil, mos arrin shtëpi. Po ashtu dhe hallat. Por ke kontakte me halla dhe me teze sot? Po, kam pasur kontakte unë me ato, po i ka bërë kjo që nuk flasin me ato me mua. I ka bërë poni, do më thënë, nëna ime, i ka thënë që mos fol me atë se kështu. Normalisht, motra do të dëgjojnë ato. Por, nëse nëna jote do të dëgjonte sot, sa ko ke pa folur me prindrit? Po bëj rreth një 2-3 muaj. Që nuk ke asnjë lloj kontakti. 2-3 po. Nëse në Edhe kur vjen edhe në pallat, që bie ndonjë domate, bie ndonjë qumësh, edhe i thotë banorëve të pallatit, nëse si merr ajo shkalluara, merrni ju. kush i thot? Merrni ti. Mami im. Pra ajo të sjell ushqime. Po ka ardhur dhe kur i ka shkuar interesi vet, ka thënë që ajo është budallaqe, ajo kështu, ajo ashtu. Nëse nëna jote do të dëgjonte, çfarë do i thoshe? Të ti thosha vetëm të që nëse ka zemër për mua të më ndihmonte. Nëse nuk ka zemër, nëse nuk më ndonte, do më thënë të më lindet qetë. Se ndihem shumë, jem shpirtërisht e kërcënuar ndaj asaj familje. Nga burri më ka ndarë, nga fëmijët më ndau. Ndihmë nuk më jep. Këtë të doja, të më lërin të qetë. Por babai tënd? Normale që gruan e tij do dëgjoj. Ka merr burr thot. Por çfarë ke menduar për jetën tënde? Me gjithë që më tregove, me gjithë jetë që ke bërë, çfarë ke menduar? Se fëmijët i kanë marrë. Ai ka rënë në burg, nuk besoj që ti ta presësh dhe ta rimarrësh si burr? Jo, nuk e dua me. Unë dua vetëm të marr fëmijët dhe të jetoj jetën. E lirë të jetoj jetën këtu në Lushnjë, ta jetoj, po ta jetojnë po qefin tim. Nuk duhet jemi të friksuar, nuk duhet jemi kërcënuar nga familja. Unë dua të flas hapur me ty, pa dorashka, por me gjithë situatë që ti më tregove, është shumë e vështirë, për mos thënë e pamundur, ti rimarrësh vajzat e tua. Sepse nëse është vërtetuar që vajza e madhe ka denoncuar njerkun që ka tentuar të abuzojë me të seksualisht, vajzat e tjera janë dhunuar, ai është pas hekurave dhe ka marrë dënimin për këtë gjë, fëmijët i ka marrë shteti dhe nuk t'i kthen më, sepse ti si nën ke qenë në dieni për të gjitha këto ngjarje dhe nuk e denoncuar asnjëherë në polici. Ke mbajtur atë burr dhe ke lënë fëmijët që është rrezik të jetojni, të vazhdoni të jetonin me atë baba. Dhe për ty mund të ishte marrë ndonjë masë akoma më e rëndë, por të kanë lënë të lirë dhe të kanë dënuar duke të hequr të drejtën prindërore si nën. Dhe është shumë e vështirë që ti t'i rikthesh vajzat pranë vetes. Po s'kam faj për vajzat u më Odeta. Se vajzat mi largojnë nënja ime. E dashur. Problemi me tish, me burrin, dhe me thënë, ky problem që tash unë ishte më vite më para. Problemi fëmijëve tash ti e bëri mami, e bëri nënja. Por, unë të garantoj që kur ndërryn shërbimi social dhe vendos të marri fëmijët, ka disa arsye. Nuk i ndan kot fëmijët nga nëna. O fëmijët kanë qenë në gjendje të mjerueshme në atë shtëpi që ti jeton, nuk kanë patur kujdesin tënd se ti mund kesh qenë në punë dhe ata kanë qenë vetëm pa ushqim, pa ngrënë, pa lar dhe fëmijët i kanë marrë.
dhe ti nuk je në gjendje vetëm ti rrisësh dhe mendoje që ndoshta kjo është më mirë për fëmijët e tu, që ti jetojnë atje në qendër. Ajo që ti kërko është ti jepet e drejta ti takosh fëmijët. E dashur, unë e kuptoj që je nën dhe çdo nën e do fëmijën pranë, por nëse ti nuk ke para, nuk je në gjendje ti sigurosh ushqimin, shkollimin, edukatën, gjithçka, nuk mundesh do t'ja bësh, më mirë lëri fëmijët atje se sa ti marrësh dhe ti torturosh. Atje do kenë ushqim, do kenë rroba, nuk do kenë ftohtë nga dimri, do kenë shkollën, librat, do i kenë të gjitha. Ti ndoshta nuk ke mundësi këto kushtet ja krijosh fëmijëve të tu, dhe ata janë të pafajshëm, dhe ata duhet jetojnë të lumtur. Nuk kanë faj ata se ti u martove një herë, u ndave, u martove prap, u ndave, zgjodhe burrat e gabuar në jetë, gjete njerëzit që janë abuzues, janë dhunues, ata janë të pafajshëm. Ata kanë ardhur në këtë jetë, janë të lumtur dhe nuk duhet të mbajnë gabimet, fajet, papërgjegjësitë e dy prindërve. Pse? Kështu që mendoje pak ndryshe. Ata fëmijë janë të sigurt atje. Kërko ti takosh, por jo ti marrësh në shtëpi nëse ti nuk ke kushte. Ta them hapur dhe po të flas jo si gazetare, si një nën, se dhe unë jam nën. Po jo me se unë i kam ushqyer vetë ato, të katra. Çdo gjë e kam bërë për ato, kam qenë punë, kisha lek domethënë në përduar. Por kisha. Kur themi kisha lek në përduar, ti punoje? Po pra, në punë isha, plus dhe me në qikë ndihmë sociale merja. Por me çfarë arsye ti morën fëmijët? Se ta kanë dhënë një arsye. Sepse denoncoi mami im, po të them, si njeri po të ashtu. Nëna denoncoi, por çfarë denoncoi nëna? Sepse nuk donte të jetoja unë këtë lushnje. Po jo, po nuk ka. Donte që E dashur, nuk ka lidhje. Shërbimi social me një denoncim dhe po se verifikoj, nuk i merr fëmijët kot. Ka një arsye. Shërbimi social ti ka marrë fëmijët për 1, 2, 3 gjëra. Ti kanë thënë këto gjëra, kush janë? Po se di unë, ajo që ka bërë denoncimin atje, ajo i di, ajo vete i takon fëmijët e mi. Unë nuk vete të dot. Pra gjyshja ka kontakte me fëmijët. Kurse ti si nën nuk ke kontakte, që do të thotë... Po normal, vete i takon. Jo. Do të thotë që të sheshur e drejta, si nën për të takuar fëmijët. Dhe duhet, unë jam e sigurt që ti kanë dhënë arsyet. Jam e sigurt që ti kanë dhënë arsyet. Pse ti kanë marrë fëmijët? Shkua ballafaqohu me fonin, më kanë thënë atje në bashki, me nënën tënde. Ajo e erdhi këtu bëri kallëzim për fëmijët e tu. Por nëna çfarë të ka thënë pas ngjarjes? Asgjë. Më ofendon, vjen e më rre kot. Më rre kot. A ke një kontakt të nënës tënde që unë të flas? Jo, nuk kam asnjë. Ti nuk ke asnjë numër të nënës, të babait, të vëllezërve? Jo. Do më lejosh t'i bëj një thirrje nënës tënde? Nëse nëna jote është duke na dëgjuar, zonja Poni më the. Po. Unë uroj dhe shpresoj që ajo të më telefonoj, të flasi me mua, pasi në gjithë histori që po dëgjoj nga vajza e saj, duke që situata është vërtet e rëndë. Dhe përpos gjithçka e dashur, unë uroj që nëna të më telefonoj, ti të bashkohesh me nënën tënde, ndoshta shumë gjëra duhen harruar dhe duhet ta falësh, sepse sido që ti jetë, familja është gjithçka. Nuk desha të bashkohem me familjen time. Sepse nuk duhet që ti prish rahatin vëllezërve të mi se janë me gra dhe me fëmijët e veta. Unë duhet të ndjek rrugën time si nën me fëmijët e mi dhe me jetën time personale. Këtë desha. Unë nuk merrem as me gjëra të keqe, as me budalliqe dhe as me unë nuk e di se qysh ta përshkruaj. Unë duhet të kem vetëm kalamajt të afër dhe të gjitha pasaj të tjera të i rregulloj vetë.
punën e gjeje, punoj, rrotohem, ushqihem. Vetëm fëmijë duhet kem. I qartë, ti do të bësh jetën tënde, por kjo nuk do të thotë të mos flasësh me familjarët e tu, të humbësh kontaktet me ta. Sepse, po vide më rari, mojo deta, nuk më kuptojnë. Jo, hajde ti, thot mami im, hajde ti këte, se po të unë. Jetën tënde e ka babi jotë në dorë. Për çka ka babi im jetën time në dorë, se këte nuk e kuptoj dot. Nuk e kam unë një farë të drejtë të jetoj jetën time si 29 vjeçe që jam. Jam 29 vjeçe, 30 vjeçe. Thjesht fakti që e nëna jote ngrihet nga Berati dhe vjen në Lushnjë dhe t'i lë ushqimet e dera, do të thotë që ajo të do. Po i letek dera, jo, po i thot edhe personave të tjerë pasaj që ajo është... Mos u merr me këto detaje pa vlerë. Një nën që vjen dhe i sjell vajzës ushqimin, ja lë te dera, do të thotë që ka merak që ajo mos ngelet pa ngrënë. Një nën që bën një denoncim për të siguruar mbesat e veta, do të thotë do të mirën e fëmijëve të tu. Mendoje pak ndryshe dhe reflekto. Sepse të duan si vajzë, por ndoshta ti akoma nuk e kupton me gabimet e tua, nuk i kupton gabimet e tua, mund të bësh gabime që nuk i kupton. Po si eshe lejushme që të marrin ajo pa prezencën time, kur vajza është në punë, dhe ajo vete në polici të nënçon për punën e fëmijëve. Ti si koncepton këtë lloj të drejtë, se unë nuk e konceptoj dot. Unë ta thash dhe pak më parë. Në momentin që shërbimi social vendos të marrë fëmijët, pa e pyetur nënën, duke ditur që nëna nuk ka qenë në shtëpi, por fëmijët i ka gjetur vetëm, i ka marrë, dhe që në atë moment ti nuk i ke takuar, do të thotë që janë faktuar shumë gjëra të rënda tek ata fëmijë që janë marrë. Se nuk të vjen shërbimi social kot në shtëpi ti marri fëmijët, pse nuk vjen shërbimi social tek mua të trokasive të mi marri fëmijët. Po pra se vende nënja ime të kohën atje në komisariat. Nuk ka lidhje, je 30 vjeç, mendoj pak gjëra ndryshe. Ndoshta ke gabuar me ata fëmijë në rritjen e tyre. Ndoshta ata fëmijë kanë qëndruar me orë të tëra vetëm në shtëpi, të mitur, ndoshta jo ushqyer mirë, jo veshur mirë, pa shkolluar, dhe ky është një motiv i fortë që ata fëmijë t'i hiqen nënës. Sepse për ndryshe, shërbimi social nuk do t'i merrte fëmijët, por ka diçka që ti nuk e tregon dhe s'do të flasësh. Nuk kam asnjë një gjë të keqe, unë këto që kam t'i thash. Nuk kam, nënja ime tërkohën mua më kam bajtë kështu. Është budallaqe, është e smur, është kështu, është ashtu. Unë bile se kam bërë nga mende kokës më kanë quar dhe shteti vetë. E kam dalë sakët. Se t'ishte për të pasur probleme nga mendja, unë nuk i mbaja ata fëmijë vetëm, t'i rrisja vetëm. Unë uroj dhe shpresoj që prindit e tu të reflektojnë. Është e rëndësishme që të gjejnë formën dhe mënyrën për të qenë pranë teje. Uroj që të jepet e drejta e takimit me fëmijët, ndoshta gjërat nuk janë aq të rënda saq unë e dyshoj, të jenë më të lehta dhe pse jo të bashkohesh me fëmijët, por të jap një këshill. Kur nëna të vjen dhe të sjell ushqimin, hapja derën. Është nëna jote. Nëse ti nuk do nënën tënde, nuk do të nuk është për të dashur ajo mojo deta, se ajo më ka shkatruar jetën bëj motër. Më ndau nga burri parë, ndau kalaman, mbesën dhe me thënë nga babaj. Mua më çoi te boksi derrave, më torturon dhe gjatë 9 viteve. Qa mund t'i dua unë asaj? Kur ajo më thoshte mua, do burë falso ti, më torturonte, i thoshte rebelës shumë llafe të keqe, të ndyra. Edhe unë e kuptoj pozitën tënde që më thua këto fjalë. Po nuk kam që të bej, se më rreth, më ofendon në sy të tjerëve. Por ti je vajzë e rritur tani, nuk je kalama që nëna të rre. Ti je rritur, je 30 vjeçe.
Po më godet më i motër. Po kur thot Viktori pi ndonjë ilaç për trurin, më acarojnë dhe më murzisin dhe më rajnë, edhe kur i kthehen pastaj, jo ti kështu po ashtu i them, ai thot ti je smur. Si mund t'i dua? Më thuaj ti mua, kur unë fëmija ti linda me thik. Gjatë operacionit më thoshte nënja të vdet kalamau brenda, në savat. Po ashtu dhe familja burrit. Por si ka mundësia, ke bërë ndonjëherë pyetje në vetes, pse të gjitha njerëz nuk më duan? Po nuk më duan, me se unë kam dalë paka shumë shpinë e gjeta me qera. Dilja kërkoja punë, futosha në punë. Punoja. I dilja paka shumë hallëve vetë, zot. Nuk më ka dhenë Viktoria, ose nëna, 100.000 lek na me bi, këto lek ti. Ose të mblej një bluzë, ose të mblej diçka. Gjitonet këtu në pallat më kanë ndihmuar. Si me buk, si me lek, si me pjata, me tase, me shumë gjëra. Po pra, ti nuk i ke patur kushtet, po e tregon dhe vetë që nuk i ke patur kushtet për të rritur fëmijët. Të kanë ndihmuar të tjerët edhe me pjata dhe me tasa se s'ke patur asgjë. E kam fjalën edhe në fshat edhe këtu. Më kanë ndihmuar, jo se s'kisha, se unë kisha plot atje. Por këtu 6 muaj me çfarë jeton? Hiç. Kot. Pa buk, pa asgjë, pa lek, pa punë. Kam hallin e shtëpisë se më largon i zoti shtëpisë nga shtëpia. Se ti je me qëra. Me qëra, po. Se nuk kujtohet ndonjëherë baba im thoi, hajde gruat vemi te çupane. Ti javim dhe një do lek. Ku mund vete? Je përpjekur të gjesh një punë aty në Lushnjë? Jam interesuar për punë, kam vajtur dhe në për punë, vetëm këto hallë nuk më lë, se më merr gjykatësin telefon, bot paraqite në firë, në gjyq. Interesohen për punën e fëmijëve. Pra, ti qënge në gjyq për fëmijët? Po pra, jam në gjyq për punën e ndarjes. Të divorcit me burrin e dytë. E qartë, por Po. tashmë ushimin ty ta sjell nëna, sepse Jo, ti gjendjen tënde. Nuk ma sjell nëna më jo deta. Më ka sjell nënja dhe i thoshte banorëve të pallatit që nëse ajo kurva mund ta them më troç. Nëse ajo kurva nuk e merr e ti, i thoshte banorëve të pallatit. Më ofendonte mua dhe i thoshte të tjerëve që merr e ti dhe gati i merrshin. Por më marrin me privat. Por aktualisht Është leju po që babaj ta marrin vajzën e privat? Por ndoshta ti e ke bllokuar numrin e tij, prandaj të merr me privat. Po që desha moj? Jam futur në punë, e ka gjetur punën që kam punuar unë dhe vinte dhe më rrifte. Kudo që vete më kanë rrahur. I kërkoja bjem kaq lekët nuk më jepte. I them jam pa buka babi, duhet bjem 2 lekë ma një byrek. Shtrëngo rripin e panallonave. Për çfarë dua ti dua? Më thuaj. Jo, po, mirë, po edhe prindit nuk duhen vetëm për lek, që ta dish. Kur prindit nuk i preson ta kërkesa... Derisa unë po i thosha, bjem 2 lekë se për duen, e kam një farë halli. Që kot nuk ja kërkoja. Gjithsesi mua më vjen shumë keq për ty, për gjendjen në të cilën ndodhesh. Por, me këto që po tregon, kuptoj e mirë që kur ti s'ke para për të bler bukë dhe je vetë pa bukë, po ata fëmijë, me çfarë do hani sot bukë? Mendoje që ata fëmijë janë të sigurt. Nuk ju mungon ushqimi, nuk ju mungon rrobat, nuk ju mungon shkollimi. Dhe ma beso, edhe pse është e dhimbshme, ta them se jam nën vetë, më mirë fëmijët që janë atje në atë institucion, se sa në atë shtëpi aty ku nuk ka asgjë për të ngrënë. Ti je vetme dhe sot nuk ke ushqim, nuk ke një punë, po të ndihmojmë fëmijët dhe po tregon që nuk kam asgjë. Dhe sinqerisht më dhimbsesh dhe dua që
Si shërbimi social mori masa për ty, për fëmijët e tu, të marri masa dhe për ty. Je 30 vjeçe në një gjendje të rënduar ekonomike, por pa dyshim të rënduar shpirtërore, por edhe psikologjike. Se nuk është e lehtë e gjithë kjo që ke kaluar. Unë uroj dhe shpresoj që në këtë live zëri jotë të dëgjohet. Uroj që prindit e tu të kuptojnë mirë situatën tënde dhe të dinë dhe të zgjidhin një rrugë tjetër për t'u afruar me ty, sikurse dhe ti, e dashur, duhet i lësh pak mërit, kthjellohu dhe mendo për të mirën e fëmijëve të tu. Duke menduar për të mirën e fëmijëve të tu, duhet të jesh pranë nënës babait tënd, afër tyre, ata të luftojnë për ty që ti të kesh kontakte me fëmijët dhe ndoshta në të ardhmen ti marrësh dhe ti rritësh ata. Por e vetme, siç po të dëgjoj unë ty, që do të bësh jetën tënde, unë besoj që nuk e ke ende atë siguri, atë pavarësi ekonomike, gjithçka, që ti jesh gati për ta bërë këtë jetë. Se ja, vetëm je, por nuk e bën dot jetën. Je pa para. Si mendon ta bësh jetën, duat je me pavarur. Si, ti nuk gjen dot një punë. Ti nuk ke para, nuk ke një rrogë çdo muaj ta fusësh në shtëpi. Si do ta bësh këtë jetë? Kur s'ke para, çfarë do bësh? Do kërkosh borxh, do lypësh, çfarë do bësh? Me çfarë do jetosh? Po tani po ashtu po vuaju, me se kur kisha vajzat, merja dhe ndim nga bashkia, merja dhe lek urdhër mbrojtje, isha dhe vetë në punë. Tani që familja ime më ka shkatëruar jetën, tani flas këtu, lejt e tjera. Tani po vuaj. Gjithsesi ne do mbetemi të Edhe tani që unë kam gjithë barra kaq të mëdha, dhe tani përpiqem dhe e gjej mundësinë për punë. Shkoj e punoj. Baba im nuk ka futur dorën gjep absolutisht asnjëherë për mua. Ne të dyja do mbetemi bashkë në kontakt. Unë uroj dhe shpresoj që zëri jo të dëgjohet. Më vjen shumë keq për atë që dëgjova, jetën tënde, kaq shumë vuajtje, kaq shumë trishtim, ndarje nga fëmijët, nga njerëzit e tu të dashur, e dhimbshme është kjo. Uroj më të mirën për ty dhe do mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme, deri diku dhe të çuditshme. Histori njerëzore, histori reale që vinë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit miq, deri takohemi nesër.